Një shpërthim e lëndë plas se u raportua pak para mesnatës në lagjen Partizanit të Vlorës duke shkaktuar dëme materiale në portën e jashtme të banesës së 63 vjeçares, Bakie Zoto. Ky e fundit rezulton sa shmëmaja e Gentian Zotos, i dënuar nga gjykata e apelit me 35 vite burg për përfshirje në atentatin ndaj Inez Hajrullës më 10 maj 2019 në bashkëpunim me persona të tjerë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Vlorës, ishte ora 23:38 e së shtunës kur para portës metalike të banesës u aktivizua shpërthimi i lëndës plasëse. Fatmirësisht, nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Forcat blu kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, ndërsa në ndërtimin e prokurorisë kanë nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në gjendje të tronditur, Bakie Zoto është shprehur para grupit hetimor se është habitur nga ajo që ka ndodhur dhe se nuk ka asnjë konflikt që mund të shpjegojë sulmin. Asmëria në një tut janë në këtu. Me kë jetoni këtu? Vetëm ja. Ishte shpërthimi i fuqishëm? E dëgjova më shumë botim. Ken pasur konflikte ku keni punuar para? Jo, fare asnjë gjë. Po çfarë mendoni? Po çfarë mendoni që mund ta keni bërë? Nuk e di. Nuk se gjë fare. Jam habitur dhe vet. Policia po shqyrton disa pista përfshirë ndonjë paralajmërim apo presion të mundshëm të lidhur me çështjet penale të birit. Gentian Zoto është dënuar me 35 vite burg nga gjykata e apelit, si pjesë e grupit që kryen atentatin kundër Inez Hajrullës më 10 maj 2019 në Vlorë. Së bashku me Zoton, për të njëjtën ngjarje, të dënuar janë dhe Daud Elmazi, Igli Memaj, Sergio Ademi dhe Albano Goxhaj.